Dajen thot e ndihmanin pra të tjerët me vitra. Por njerëzit kanë shpif se u ashfrytëzonim ne ato vitra që s'është të vërtet. Pa alhamdulillah që s'është e vërtet. Fjalët e njerëzve nuk nalën kur. Besimtari duhet jetë i sinqert, i drejt me Allahun e tij. Çka shpifët, çka ta ngjesin, çka flasin. Fjalët e njerëzve edhe birat e gardit thot populli kur nuk mundesh me i nal. Fjalët e njerëzve kur s'kan më nal. Ti është e rëndësishme me qenë e drejt apo i drejt ti që ke bo pyetjen, qofsh mashkull apo femën. Edhe me ditë se kush flet me shpifje, ka me dhënë llogari para Allahut. Bile kanë me t'i marrë gjunahet e me t'i dhënë sevapët. Edhe vjen një ditë kur gjithë secili ka mu ballafaqu me shpifje që ka bo tjetrit. Kështu që nëse kanë shpif për ty që s'është e vërtetë se ja ke keq përdor ti ato vitra, pse e ban gajle? Ne nuk duhet me jetu për njerëzit, kuptojeni këta. Ne duhet me jetu vetëm për Zotin, për zat Zotit. Po le të flasin, le të plasin, le të dalin menç, le të tranohen. Qyre me vetën tonë, qyre familjen tonë, qyre njerëzit të cilë ti kinë përgjithësi. Qka po flet filani fisteki, mos janë të trujt ata jo. Mos po marë frym si shkak i tyne. Jo, Zotit të ta dhanë. Jetën, shnetën, kretë Allah t'i ka dhanë. Gjujit që atje poshtë, njerëzit. S'pa thonë që mu bon i pa edukum. Ama, dertë i madhë pëse po shpifin për ty. Mos e tani për halkën. Allahu i rujtë.